Në fund të vitit 2024, detyrimet tatimore të papaguara janë rritur më tej, duke arritur në 162.5 miliard lek, apo thënë ndryshe 1.62 miliard euro, 4.7% më shumë se sa njëjta periudhë një viti më parë. Në vlerë nominale, detyrimet u rritën në 7.37 miliard lek për gjatë vitit 2024. Referuar të dhënave nga tatimet të cilet disponon edhe Instat, pjesa e principale të detyrimeve zë 62% të shumës totale, ndërkohë që pjesa tjetër prej 38% janë penalitete dhe kamat vonesa. Kjo edhe për shkak se pjesa më e madhe e borxhit tatimor është e vjetër, ku për shembull borxhi mbi 5 vjet llogaritet në 104 miliard lek. Në stokun e detyrimeve të papaguara në fat ndar sipas llojit të tatimit, TVSH peshon më të madhe në stokun e borxhit me 35%. Krahasuar me fundin e vitit 2023, gjatë këtij viti, rritja më e madhe e borxhit tatimor u shënua për sa i përket tatim fitimi me 2.38 miliard lek. Shqipëria ka treg pune problematik në raport me rajonin dhe vendet fqinje për shkak të informalitetit të lartë, pagave të ulta dhe punësimit të pasigurt. Fondacioni Evropian i Trajnimeve që operon në mbledhjen e Bashkimit Evropian vërejti në një studim të fundit se punësimi pa kontrata është mjaft i përhapur në Shqipëri dhe sidomos në punonjësit mbi 55 vjeç, ku 1/3 e tyre nuk e ka një të tillë. Në grup moshën 34 deri në 44 vjeç, 17% të punësorëve janë pa kontratë, ndërsa në grup moshën 44-54%, 18% rezultojnë pa kontratë. Përqindja e punonjësve që punojnë pa kontratë është më e përhapura në vendet e Ballkanit Perëndimor se sa në Bashkimin Evropian. Lloji i kontratave dikon në mënyrë të konsiderueshme në pasigurinë në punë. Në Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë, gjysma e punonjësve kanë frikë se do të masin punën vitin e ardhshëm. Kjo për shkak të mungesës së një kontrate. Çmimi i kafes në borxhat e huaja ka shënuar nivele të larta për gjatë muajve të fundit, ndërkohë që të dhënat e tregtisë jashtme nga Instat ka treguar një rritje të ndjeshme të importeve në vlerë. Vetëm në muajin janar të vitit aktual, vlera e importit për këtë grup u vlerësua me 471 milion lek, një rritje prej gati 118%. Nëse marrim në analizë importet në PR, shohim se për muajin janar të këtij viti totalisht arrin në 787 kg kafe, pra e thënë kushtuar rreth 598 lek për kilogram nga 462 lek për kilogram që ishte vitin e kaluar. Norma e rritjes së çmimeve për grupin kafe, çaj dhe kakao vlerësohet në 3% për muajin shkurt të këtij viti. Sipas shifrave, kjo është norma më e lartë prej muajit mars të vitit 2023, ku regjistroi në 3.2%. Për gjatë vitit të kaluar, inflacioni për këtë produkt preku nivelin më të ulët në muajin maj dhe nëntor, ndërkohë pas muajit nëntor nisi trendi i rritjes që u reflektua sidomos në 2 muajt e parë të vitit aktual. Duke qenë se kafea nuk është vetëm një produkt konsumi në vendin tonë, por përfaqëson në një farë mënyrë edhe një stil jetese të shqiptarëve, lëm pyetja nëse do ta frenojë konsumin çmimi më i lartë i kafes. Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara po bëjnë një përshpejtim vendimtar të paqes, duke kapërcyer përçarjen që ndodhi midis Donald Trump dhe Volodymyr Zelenski në takimin e tyre të fundit përballë në zyrën ovale në Shtëpinë e Bardhë. Samiti i Jeddah ndërmjet delegacioneve të dy qeverive shkoi më mirë nga sa pritej. Në një deklaratë të përbashkët në fund të një maratone negociuese që vullosi një pikëthese të mushme pas më shumë se 3 vjet konflikti, Kievi pranoi propozimin amerikan për një armë pushim 30 ditor dhe Washingtoni në këmbim premtoi se do të rifillonte menjëherë ndihmën ushtarake dhe ndarjen e inteligjencës së tij. Tani SBA ka argumentet tona, u shpreh Zelenski. Kjo u konfirmua dhe nga fjalët e presidentit amerikan, i cili për herë të parë holli topin në fushën e Putinit. Ndërkohë, sipas burimeve, thuhet se do të fillojnë kontaktet e reja me zyrtarëve rusë dhe amerikan, por Trump tashmë ka njoftuar se do ta ftojë sërish Zelenskin në Shtëpinë e Bardhë. Presidenti Donald Trump ka dyfishuar të martën tarifën për të gjitha produktet e çelikut dhe aluminit që hyn në Shtetet e Bashkuara nga Kanadaja, duke e çuar totalin në 50%. Vendimi që hyn në fuqi ditën e sotme vjen si përgjigje ndaj qëndrimit të provincës së Ontarios që vendosi një tarifë 25% për energjinë elektrike që eksportohet në SBA.
Në një postim në Truth Social, presidenti Trump shkruan se ka udhëzuar sekretarin e tregtisë që të vendosë një tarifë shtesë për 25% që do të hyjë në fuqi duke nisur nga dita e mërkurë. Kanadaja do të heqë menjëherë tarifën e saj anti-amerikane për fermerët prej 250 deri në 390% për produkte të ndryshme amerikane të qumshtit, që është konsideruar si një emergjencë kombëtare, përfshirë këtu edhe energjinë elektrike, shkruan Trump. Presidenti gjithashtu tha se do të risndjeshëm tarifat për makinat që hyjnë në Shtetet e Bashkuara më 2 prill nëse Kanadaja nuk ul tarifat e tjera skandaloze, siç i quajti ai. Kryeministri i Jashtëm i Kanadas, Mark Carney, i konsideroi tarifat e reja amerikane një sulm ndaj punëtorëve, familjeve dhe bizneseve kanadeze. Sulmues të veshur me bomba vetvrasëse ishin ulur pranë pasagjerëve të marrë pengëve se militantët morën në kontroll një tren në Pakistanin jugperëndimor, kanë thënë mburimet ditën e mërkurë, duke ndërlikuar përpjekjet e shpëtimit një ditë pas rrëmbimit të parë të tillë në vend. Militantët separatistë solën herë një linjë hekurudhore dhe hapën zjarr ndaj Jafar Express, derisa udhëtonte nga Quetta, kryeqyteti i Balochistanit, në provincën Khyber. Forcat pakistaneze kanë shpëtuar 155 pasagjerë dhe qeveria tha se një operacion sigurie ishte duke u zhvilluar për të liruar 10 ende të mbatur peng, pa specifikuar numrin e saktë. Ushtria shërimtare e Balok, një grup i armatosur etnik, mori përgjegjësinë për sulmin dhe kërcënoi se do të fillonte ekzekutimin e pengjeve, ndërsa të burgosurit politik, aktivistët dhe personat të zhdukur nga Balok tha ishin rrëmbyer nga ushtria dhe nuk do të liroheshin brenda 48 orëve. BLA është më i madhi nga disa grupet armatosur etnike që luftojnë kundër qeverisë së Pakistanit në provincën e pasur me minerale të Balochistanit në kufi me Afganistanin dhe Iranin. Kryeministri italian Giuseppe Conte ka shprehur shqetësimin e tij për planin e riarmatimit të Komisionit Evropian, i cili synon të zhbllokojë deri në 800 miliardë euro për të financuar shpenzimet ushtarake të shtetet anëtare të BE-s. Në një intervistë për Euronews, Conte quajti këtë plan një humbje totale parash, duke theksuar se ai nuk do të kontribuonte në forcimin e mbrojtjes së përbashkët, por do të stimulojë rritjen e shpenzimeve ushtarake në mënyrë të pakoordinuar dhe të çrregullt. Lëvizja 5 yjet e Conte, e cila mori pjesë në një protestë në Parlamentin Evropian, kundërshtoi planin, duke kërkuar që fondet destinuara për ushtarak të përdoren për shëndetin publik dhe prioritetet të tjera.